Në ditën ndërkombëtare të ndërgjegjes me 4 prill, Federata e Paqes Universale në Shqipëri dhe Këshilli Rajonal i Paqes Kukës organizuan një ceremoni të veçantë vlerësimi për personalitetet të shquara nga Kuksi dhe Kosova, duke u akorduar titullin ambasador për paqe. Mes të nderuarve ishte edhe mjeshtri kampion i mundjes Niazi Selmani, i cili mori këtë titull në shenjë vlerësimi për kontributin e tij në sport dhe në përcjelljen e vlerave njerëzore e qytetare. Titulli ju dorëzua nga Lutfi Meçka, mjeshtër kampion i mundjes dhe president i Kukës Televizion. Respekt të gjithë ato që kontribuojnë për këtë vlerësim për punën time të panodhur dhe për shpëtitje. Kjo është një vlerësim për Niaziu, po dhe ne ku shkojmë, kudo, si në rreth tonë ku jetojmë. Kudo që na shkel pa majon, të vetëm mirësi dhe paqe të japë. I përshëndes të gjithë ata që fitojnë këtë titull të lartë, as dera respekt për shtetin Kuksina, sepse ne na ka prodhuar historia që ne kemi një ambik tradicional të kufi, dhe ne kemi të bërë vetëm gjithmonë vetëm eksotin. I Matanonës kemi qenë gjithmonë një kërcë dhe rezultat përshëndet. Vlerësimi që i bëhet Niazi Selmani dhe vlerësim nosi i goditur, edhe ju si Deg ose si Dega e Paqes e Kuksës, kemi bërë një vlerësim që do të marrë vlera edhe në komunitet. Lutfi Meçka, janë i veçantë nga Sapoti, e kanë ushtia të male, ato luftina në hajrin e bukur dhe ka bërë kampion të Shqipërisë. Janë nga Pëmbrajmi, Vertius, i fuqishëm, i papërmbajtëm kampion i Shqipërisë. Bravo! Selmani, trajner, mundës, profesionisht, janë i mrekullueshëm i qytetit të Kukës. Bravo! Alinci, nga Sapoti, edhe ki me shokve, janë mundës qytetar i pranuar. Bravo! Ju është marë, mos të harronin mundjen në sportin e traditës të Kukës. Me titullin ambasador për paqe u nderuan gjithashtu edhe çifti i mjekëve Përparim dhe Besa Zela për përkushtimin dhe shërbimin e tyre të çmuar në fushën e shëndetësisë. Ti jesh mjek, është kollaj dy mosh mjek. Ti jesh mjek i Zotit, është dije shumë. Ti jesh mjek i mirë, është pjesë edhe dije, kesh edhe dëshuri. Në këtë ceremoni u vlerësuan edhe personalitetet tjera kuksiane si çifti Bedri dhe Vera Xhana, noter dhe mësuese, çifti inxhinier Muhamet dhe Fatime Elezi, mjeke, Albana Kërgjaliu, mësuese, Avdi Noka, mësues në pension, si dhe këngëtari i njohur nga Kosova, Asim Gashi, të cilët u nderuan me titullin ambasador për paqe për kontributin e tyre në shoqëri dhe në promovimin e vlerave të paqes. Respekt, për sot të shka për bërë në mundë në luftë, në të valësim në gjithë botën, të ishë antarë kësa shoqarë që është të i madhë. Jo të për mundë, për gjitha ato që e në vëndë të shoqarë. Është një vlerësim shumë i madhë. Unë punoj si mësuese të televizion. Dhe është një profesion shumë i vështirë, i lodhshëm, punosh me adoleshentë me fëmijë. Ne me nxënësit bëjmë rolin e mësuesit, edukatorit, psikologut, bëjmë shumë role. Dhe unë shpresoj që e punën time ja kam dalë dhe gjithmonë do t'ja dalë deri sa të kem frymën e fundit. Është një deri i madh që më jepet mua që të jam ambasadore e paqes. Edhe për më thanë, nuk është shumë emri i madh, tani vërtetë. Kemi në takon veç mua, të gjithë atyre që bëjmë një bashkëpunim me njëri tjetrin për të kuptuar dhe për të ecë përpara. Ndjehem shumë e privilegjuar në këtë ditë, pikërisht në ditën e ndërgjegjes. Dhe dua të them që fusha e këshillit nga avion, fusha e arsimit, është themeli i shoqërisë dhe aty duhet punohet me ndërgjegje. Gjithë jetën falenderues për popullin shqiptar dhe posaçërisht për Kuksin ku priti 1 milion kosovar. Në momentet e vështira që kemi pas
Dhe kështu që luftën nuk e fituam vetëm ne, po e fituam bashkë me juve. Dhe titull po e mbajmë me shumë krenari, edhe është me të vërtet një titull që duhet ta mbajsh me kokën lartë. Në ceremoninë e organizuar për dhënien e titujve morën fjalën Abdullah Domi, nënkryetar i Federatës së Paqes Universale, Defrim Metasani, kryetar i Federatës, Anilda Biba, kryetare e Këshillit Rajonal të Paqes Kukës, Gani Roshi, sekretari i përgjithshëm i Federatës së Paqes në Shqipëri, si dhe kryetarët e Këshillave të Paqes për Hasin dhe Tropojën, Lulzim Logu dhe Besim Dani. Që kanë krijuar me punën e tyre, me veprimin e tyre, ndërgjegje të pasme të mirë, ashtu siç ne duam sot. E konsideroj një ndër aktivitetet më të bukura që është zhvilluar Federata e Paqes Rajonale. Me pjesëmarrjen e një numri kaq të madh të personaliteteve, të njerëzve të shuar, të njerëzve të dinjitos, fisnik, të ndërgjegjshëm, që sot kanë ngushtë të shkaktit të saj. Ne si u gjejmë në kryeqytetin e Bujarisë dhe mikpritjes së shqiptarëve në Kukës. Në këtë qytet nuk shquhet vetëm për luftrat, për liri dhe pavarësi, nuk shquhet vetëm për Kjalicën dhe për liçenin e Kukur, por shquhet edhe për mikpritjen, veçanërisht viti i vështirë i luftës së Kosovës, të tregoj se Kuksi e ka zënë sa liçeni i tij. Kur organizata botërore në 19 korrik vitit 2019 vendosi që të shëroj ditën ndërkombëtare të ndërgjegjes, natyrisht që bota ishte një moment veçantë, ku theksi vije gjithmonë tek paqja, toleranca, mirëkuptimi, solidariteti, por edhe tek përfshirja e paqes dhe stabilitetit në botë. Është kënaqësi që jemi sot këtu në Kukës për këtë veprimtari. Tema shumë e goditër është në kuadër të ditës ndërkombëtare të ndërgjegjes, e përcaktuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Ceremonia u shndrua në një aktivitet simbolik dhe domethënës, ku përmes vlerësimit të figurave të njohura nga fusha të ndryshme, u përcoll mesazhi i bashkëtesës, harmonisë dhe promovimit të paqes në shoqëri.